Në zonën e Lushnjës është zbuluar një vendbanim i ri arkeologjik, i cili pritet të hedhë më shumë dritë mbi historinë e hershme të kësaj zone. Sipas njoftimeve të fundit, arkeologët kanë identifikuar gjurmë të një vendbanimi që daton nga periudha romake deri në antikitetin e vonë, çka tregon se kjo zonë mund të ketë qenë e banuar dhe zhvilluar për një periudhë të gjatë kohore. Gërmimet po zhvillohen në vendin e quajtur Kodra e Pusit, pranë fshatit Muriz në Peqin, ku ekipet e arkeologëve po kryejnë gërmime shpëtimi për të dokumentuar dhe studiuar gjetjet e para. Projekti realizohet në bashkëpunim mes Institutit të Arkeologjisë dhe autoriteteve vendore. Sipas të dhënave paraprake, gjetjet mund të ndihmojnë studiuesit të kuptojnë më mirë mënyrën e jetesës, organizimin dhe zhvillimin e komuniteteve që kanë jetuar në këtë zonë në periudha të ndryshme historike. Ndërkohë, kërkimet arkeologjike pritet të vijojnë edhe në ditët dhe javët në vijim, me shpresën për të zbuluar struktura apo artefakte të tjera që mund të pasurojnë mëtej njohuritë mbi historinë dhe trashëgiminë kulturore të kësaj zone.